me rritje në vitet të televizionit ton, dhe ne të tillë po të përcjellim, të talentuar, të qeshur, pokatare dhe aq të dashur para mira e mira teleshikuesve, e natyrisht edhe para nesh, që të duam aq shumë dhe sot të respektojmë si një kolege. Ne të urojmë të gjithë së bashku Lerida jon e dashur, faqebardh në rrugët e jetës, qofsh gjithmonë mike e pandare medias. E pse jo, u kthefsh një ditë midis nesh, do të jesh gjithmonë e mirëpritur. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në emisionin Lulet e jetës, i cili zhvillohet çdo të diel në orën 16:30 dhe ju do ta ndiqni vetëm nëpërmjet valveve të televizionit Apollon. Kanë ardhur shumë fëmijë sot në studio për të shprehur talentin e tyre në të gjitha fushat, në recitim, në kërcim, në këngë dhe në çdo gjë tjetër, prandaj ne i ftojmë. Jemi në emisionin e parë për vitin 2008. Tashmë do të hymë në një sezon të ri. Unë dua t'ju uroj edhe një herë të gjithë shqiptarëve që ky të jetë një vit sa më i mbar, të jetë një vit plot lumturi për ta. Dhe sigurisht ne do të vazhdojmë të jemi në shoqërinë e emisioneve. Në këtë puntat të tretë të Apollon Show, sigurisht ju ftojmë për të qëndruar së bashku me ne, sepse edhe në këtë mbrëmje do të mundohemi për t'ju përcjell të gjithëve sa më tepër atmosferë, sa më tepër ritëm dhe sa më tepër të qeshura dhe muzikë gjithashtu. Patjetër, shpresojmë që t'ju kënaqim akoma më shumë se sa dy puntatat e tjera. Se ka ardhur në shtetin e Fierit. Ardhe shumë të se gjimat. Është kënaqësi, mirëmbrëma të gjithëve. Si po ndihesh tu mes publikut fierak? Kush po njët ma mirë se unë këtu me ty jeri. Edhe unë po mbjem shumë mirë me të. Natyrisht mes publikut fierak jam gjithmonë një mirë. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur të ftuar dhe të gjithë ju të cilët e keni mbushur këtë sallë. Mirë se keni ardhur në mbrëmjen finale të emisionit Sfida, një duar trokitje. Kemi dhe një tjetër surprizë për ju. Unë e di që jeni jo vetëm fëmijë të talentuar dhe që jo vetëm përfituat çmimin e parë, por televizioni Apollon për grupin e dansit sportiv, për të gjithë fëmijët e këtij grupi, ka menduar t'ju organizojë një ekskursion shumë të bukur në qytetin antik të Apollonisë. Qyteti ynë i bukur ka një larmi kulturash dhe traditash të ndryshme, të cilat kanë dhënë dhe kanë marrë nga njëra tjetra. Dhe këto kanë krijuar një ndërthurje kaq të bukur, kanë krijuar një bashkëjetesë të paqë në fytyrën e trevës së Mizaqes. Tani ka ardhur momenti që të ftojmë nxënësit e shkollës jo publike Numani në valsin e tyre. I mirëpresim. Vazhdojmë në këtë moment sërish me ritëm dhe atmosferë. Do të ftoj dy nxënëse mjaft të talentuara të shkollës Janaq Kilica. Ato janë Angela Bregu dhe Ina Dura. I mirëpresim vajzat me duar trokitje. Miq të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ditët kaluan një nga një, e ne ja ku gjendemi përballë festave tradicionale të fundvitit. Edhe pse mes dimrit, kjo fest do të vi për ju plot me gëzime, plot me hare. Prandaj, le të ndizen kambanat e lumturisë, le të këndojnë bilbilat e shpresës dhe le të buçasin zërat rinor në këtë natë të magjishme. Të nderuar pjesëmarrës të sofrës rinore, mirë se erdhët. Ju përshëndes dhe ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri 2010. Mirënjohje dhe respekt për prindrit tanë, të cilët
na kanë udhëhequr në rrugën e vështirë të jetës dhe na kanë siguruar një të ardhme të mirë drejt bashkohores. Një duar trokitje. Spektakli